Vdiq në aksidentin tragjik, 47 vjeçari shqiptar ishte babai një vajze 12 vjeçare, punonte 24 orë taksist. Të tjera detaje dalin nga ngjarja tragjike në Athinë ku një taksist shqiptar humbi jetën pasi mjeti që drejtonte u përplas nga një 22 vjeçare greke e cila udhëtonte me makinë me shpejtësi të lartë. Gentian Kamberi nga Tirana kishte krijuar jetën e tij në Greqi dhe ishte babai një vajze 12 vjeçare. Viktima punonte së bashku me bashkëshorten si taksist ditë e natë që vëglushes së tyre të mos i mungonte gjë. Ishte një njeri ndershëm që punoi dhe ndërtoi jetën në Greqi, thot një nga miqtë e tij më të ngushtë. Nuk kam fjalë për atë që i ndodhi Janit dhe familjes së tij. Është tragjike. Fëmia e tij do të rritet pa baba që në moshë të vogël dhe shoqja e cila është një grua shumë e denjë duhet të mbajë barën e familjes. Gjatë ditës punonte gruaja e tij me taksi, ndërsa ai punonte gjatë natës për të siguruar jetesën. Nuk mund ta besoj se si ai është larguar kaq padrejtësisht me të vërtetë. 22 vjeçaria greke Ekaterina Caci, e cila mbeti e plagosur dhe po trajtohet në spitalin Atikom, mësohet se ka kaluar në semafor të kuq dhe është përplasur me shpejtësi të madhe me taksin që drejtohej nga 47 vjeçari shqiptar. Vajza është arrestuar pasi u konstatua se kishte konsumuar alkool mbi kufirin dhe pritet të dëshmojë në hetuesi mëngjesin e së martës.